Përshëndetje popull, emisioni 64, para se më janis emisioni jetoni këtu lexu diçka që të edhe u gëzom shumë seriozisht e kam reja Remzia Osmanit. Kallëzën gjinin. Shtatzon. Ja, e kish kallëzu gjinin e bebës. A ishtë djalla në qik? A ishtë djalla qik? Nuk hina ma vellë që e poshë e para se me një shpicë, tha, o qëfar lajmi mire të më për i me, a më gëzova. A me qënë qatë kangën e herë, kush jetë Ti që vjenë pa gjumë, po pa qef jetoni pak mos gjumë. Kush jetë që vjenë pa gjumë. E, kangë fantastike, është, për një me, jenë të rastë një. Kush jeti që me lene pa gjumë, kush jeti që duke shumë. Qërë ma që po vinë edhe maturat edhe torës. Koni periud koni periud fantastike. Lërë shka muzika, lërë. Koni periud fantastike ato vërimet në radio që A, e ma i merë një televizion. Fantastike. Çiftet e martuara në Korenë. Në Namihria, atë kujtojtë të djallin lërim. e vetë për synetin. Ja, kjo është në rast e vërtet, spja kalëzë jam një mediumit, e njësë emisionin shikuste po logot e din krejt, e ka pas në shpi televizionin edhe i lexoj kjo rimet, televizion për kostivarit. A televizionin e vetë në shpit Në vetë? shpi edhe për hini gruja për kozhinës edhe për avanë, si me tha për shanëll, Fadil, apo da qaj? Aj, se live, ishtë live i të E këna pa në material se ka ndodhë dhe prej në Kosovë. A, me të zjaraz, që e thirë në biber, po të më thonë për kur t'jem në emision. Po, e këna pasë të në emision, a i të volë për çështje politike, të zjaraz e therke dhe kemi kalëzu shka me në naja për politike. Diçka të zjaraz. Popull i doshur edhe mirë mrama mirë, me lajmet mira për nisëm, të më dikush në shtatzon, dikush i akallëzon në gjinin. Dikush është atë zonë. Ju jeni krejt rast në kredit, të më jeni të ngullt në politikë. Që Fadil, e dëgjova se është shumë e rëndësi. Me që u hapa aeroporti i Vlorës edhe Beqet Pacolli. Beqet Pacolli, shkoj me aeroplan charter, si duket Tiranë, Vlorë, ose kështu diçka. 7 minuta udhtim. 7 minuta udhtim, po qaj udhtim kishte kushtu dikon të 55.000 euro, edhe bona një kalkulim. Para me në dikush një jetë i harxhan për 7 minuta 55.000 euro. Dikush në kredi, që e tha Fadili, 55.000 euro mi pagu për 10 vjetë. 20. Edhe plus, do të me shti shpinë hipotekë. Ja, na e kena diskutu Kjo këtë shumë punë. rregull, kur Sa është është në në rregull. rregull. Na e kena diskutu këtë punën e kredive. Fadil se e kena me Që të duhet bërsh një dhanu publikut. për breku, na. I me të bërsh publikut, mi tregu që jemi edhe njëherë me ripërsërit në emisionin 64, në emisionin ma shikuar në vend. Kjo është e nevojshme mu të potencu sa herë që jemi. Kështu që, pa humbër kohë, vazhdoj me temën e parë. Penisi, për që është Ja, tha, ma. po, tha, penisi traktori, mo. Nëse. Publik. Keqenis. Publik, merë një kikirikat, merë një diqka me hongër në i grick, në i shtapes, në i sen, se 45 minuta nuk e dini shka komendohë, hysë sen se dini, rahata në merë një jastak, lëshanja zonin, kush nuk do me na pa, dini lune asi gurëzja, asi sana, për më si banë zhurëm këtyni që përdojnë me na pa. Po, është e vërtet se... E njerës të të knoqen, që adim për shalë javën e kalu me ka pas shumë sa për diçka, s'ka mujtë me na pa. Me na një, se na ka pa. Po, diçka e tha Ademi dhe e një konë shumë... Shumë, tha e një konë serios, po qëshme se konë serios, o Adem, a di shka kena lëshu javën e kalu me kena lëshu videot të cilat i kanë përdur partit politike për kampanja e që në kanë rejt, në kanë tha. Qëra, edhe një sen, të shkojna Ka propost. Po, mos të vënojna me këto pollovra tona. Armiku i maj madh i politikës edhe njerëzve mediatik në kohë moderne është arhiva. Se gjithë shka mbetet. Për këtë duhet të kemi kujdes çka po flasëm e çka po i dhojmë gojes. E ki fjallën për vete për politikantë? Po... Ja, na e kena për të tyrë me kryu arkiv. Jo, ideja është që edhe na që flasim, do të me pas kujdes, mos me dhanë goje se... Jo, na japëm gojës, gjyqje ekziston edhe për neve, do ma nëse shkelëm regullat. Ja, mos me dalë të rinjë, ata kalëzaj një barcelit shpejt. Jo, mëse kalëzas një barcelit, ishtë 40 euro një barcelit. Shpejt me kalëzaj. Hajt, kalëzaj, që njerëzit pagujnë të me sekunda. Një hoqë i mirë, një imam i mirë,
duke ligjeru në një gjyma dhe si që kishtë tek një këse që shkon më falë, Gjemallia, si mi thonë. Ja vejke baba hoqë dike që ka mas gjenetit. A një hoqë i urte i mirë, më nejke me butësi. E të këtë gjenetit dhe që aty kryhet, s'ka ma nej. Hoqë veç më kallëzu që ka mas gjenetit. E po hoqëa që o kalli tha, mas gjenetit tha o sërnisht. Sërnisht, këtë li Edhe na, mas dalëm sërnisht, po të dhe jo më temë. Me mojë që kënina ka mirë. Ka tema tona. Na jo me kalume, si që dini publiki kena lëshu videot të cilat na kanë terrorizu gjatë kampanjës së zgjedhjeve në vitin 2021 dhe tash po vinë zgjedhjet e vitit 2025, po ne nuk do e lëm edhe në këtë emision pa e lëshu skuadrën e futbollit, Blerim, kush e fitoja Barcelona, jo, kush është... Jo, po të ndjekëm të... Prit, po më interesën, kam Barcelona, po barem të shkon treneri Barcelonës, jo Ali Ahmeti atë në video, lëshua. Ju jeni skuadra më e mirë, më e përgatitur dhe më e përgjithshme që ne kemi, për të përballur me sfidat në betejën që kemi para nesh. Të gjithë jashtë presin nga ne që t'i zbatojmë zotimet tona dhe të sigurojmë fitoren për ata dhe për gjeneratat që do të vinë. Ne duhet të bëjmë edhe më shumë, edhe më mirë. Nga ju, pres që të dini në fushën e mejdanit, të jepni më të mirën nga ju dhe të ngavnjeni për shqiptarët tanë në të gjitha komunat tona. Bashkë jemi më të fortë. Njëton, është rëndësishme me të regu, do më thonë, e kam dëgju me përmendje tekstin e kryetarit Bashkimit Demokratik me Integrim edhe e kanë bërë si kur e kepi futbollit, pa i ka thonë duhet të përballim me sfidat, me problemet, me gjitha, edhe në komun, po edhe në nivelin qendror. Edhe ne do e lëshojmë një video të Bujar Osmanit para 2 ditëve në Çajir, ku thotë që Partitë shqiptare, unë pak për tregoj pasaj që ta kuptojnë edhe publiku, për 10 muaj s'kanë bërë kur gjë. 23 vjetë Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me Bujar Osmanin, i cili ka qenë në të gjitha postet, ministër, zëvendësministër, ministër i punëve të jashtme, veç edhe roje që sa kanë në institucione shtetërore. Edhe del edhe e mbanë që të fjalim para qytetarëve të Çajirit, Bujar, nuk kam kur gjë kundër, ne kemi thënë që emisioni jonë nuk ka kundër kur gjë as grupacioneve politike, as individit, ne merremi me dukurit dhe kjo çka mendon edhe çka thu ti, e që nëse mendon që neve e harrojmë që tha jetoni ka arkiv për këtë punë, domethënë mujna me i gjetë të gjitha videot në për procese, në për kampanja, në premtimet që i keni bërë të gjithë si parti politike, jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, e me pa që nuk kam bashkë qashtu që po thuti, edhe ne do mundohemi që publikut edhe popullit tonë të dashur, mas gjithë atyre problemeve që i kanë në jetë, pak a shumë t'ju tregojmë që qështu ka thonë këtë vetë, qështu ka thonë tash që sa është në qeveri, kështu do të tëtë kur ta në qeveri, edhe kur ta në qeveri, kur të gabon prap na do tentojmë t'i tregojmë. Nuk është tendencioze, po ju lutem Blerim, lëshohë që ta shef edhe jetoni edhe publiku jonë. E dini, VMRO DPMN fitoi zgjedhjet mbi anti-shqiptarizëm. Duke shku dhe duke folë se shqiptarët na e murën shtetin, shqiptarët kanë marrë më tepër se sa duhet, e humbëm shtetin e kështu me radhë. Edhe mendova se për shkak se i fituan zgjedhjet mbi këtë frym, ende nuk e kanë ndalë hovin. Edhe pse kanë hyrë në qeveri, ende janë me filmin e opozitës. Në fakt doli që ka një plan sistematik i cili është i dakordum ndërmjet akademisë shkencave, oligarkisë. Në oligarki në kuptojmë disa biznismen kryesor që e kanë e kanë privatizu kapitalin shtetëror. Janë diku 5-6 kompani të cilët e kanë 80% kapitalit shtetëror. Dhe më dhënë Akademia e Shkencave, oligarkia, disa opinionist edhe 2 partit politike macedone janë dakordu që të nisin një betejë ndaj nesh. Roli i asaj beteje
është që të na e humbin statusin si popull shtet formues edhe të na shndrojnë në një pakicë të parëndësishme. Do të thonë, kjo është ideja e tyre. Edhe prandaj e kanë nisë këtë projekt. E para janë dakordu që se cila parti maqedone që fiton zgjedhjet, po nuk i fiton 61 deputet. Partia tjetër ja siguron deputetët deri në 61, që asnjëherë më ata mos dvoren prej votave tona. Kjo është tendencë për ta shndruar shtetin në monoetnik. Kjo është marrëveshja edhe kjo ndodh. Ju e shikni ata në qeveri kanë marrë partinë Znam për t'i marrë 61 që pavarësisht sa janë parti shqiptare ata janë të parëndësishëm se qeveria mbahet me 61. Do të thonë kjo është marrëveshja të cilat e kanë dakordu për dekadat që vinë që asnjëherë mos të bimë pozit prej ne dvarët qeveria. Mu më vjen keq se unë si ministër i jashtëm kam punu që ne mos ndohemi në bloqe etnike. Unë kam punu për gjuhën maqedone, kam dosh që maqedonët të punojnë për gjuhën shqipe. Edhe të punojmë tamam si një shtëpi e përbashkët, ku unë kujdesem për ty, ti kujdesesh për mu. Nëse jemi marrë vesh që kjo është shtëpia jonë, nëse jemi marrë vesh që i dojmë bashkë edhe të mirën edhe të keqen këtu. Kur t'i mbrojmë mekanizmat, kur t'a mbrojmë balansusin, kur t'a mbrojmë gjuhën, kur t'a mbrojmë marrëveshjen e ohrit, pastaj do kemi mundësi që të ndihmojmë fatin e secilit individualisht. Edhe te punësimet, edhe te zhvillimi i përgjithshëm. Është një akuzë, nështë e ndëgjove, që tha oligarkët të cilët e kanë marrë asetët shtetërore, dy partit Maqedonien marrë vesh, kjo është akuzë. Po unë besoj që bujarin e ditët vazhdim, edhe nëse e sheh këtë emision, ani pse ne jemi humoristiko-satirik, por ne kërkojmë për një llogaridhënie për këto akuzë, se më dal mi u fol njerëzve në livall që shteti, Akademia e Shkenca me Abom, jenë marrë vesh me dy partit që shqiptarët. Pastaj, unë që she thash, 23 vjetë jeton, do më ka qenë ministri i punëve të jashtme. Edhe vete tha, unë kom punu për që gjuha Macedona, për shkak në bisedim me Bullgarin, me Greqin, ai ka qenë përfaqësues i Maqedonisë, normal, sepse është shteti jonë edhe kur ti je në pozicion, pa marrë parasysh ai je shqiptar, ai je Maqedon, ti duhet ta përfaqësosh. S'ka rëndësishme jeton që me u kthy te ajo, pastaj do t'jap edhe ti pak ta elaborosh. Atë kujtohet marrëveshjet gentlemen që i kena përmend. Do më këtë kjo është si pasoj e 23 vjetë marrëveshjeve gentlemene. Po edhe nëse jenë marrë vesh dy partit politike. Halal i kohë, bravo i kohët. Halal bre i kohët, normal, është legjitime aja. Pse ti s'po merresh vesh me partit tua politike shqiptare, po vish bajna përqarje, jemi të ndanë, votat e ndana. Orna, jetën se unë, apëtim me vonë më lau me folë për këtë temë në qelë këto e djela. Jo, për te asaj e mënova me analizu me qëtësi edhe të na dekontekstualizohet kur thuhet oligark ose oligarki, sepse oligarkia ka impakt në pushtet, në qeverisje. Dhe më thonë, oligarkët e drejtojnë në një farë forme, që është po thuhet në Amerikë, është një farë si deep state, ajo pjesa ku nuk shihet. E brendshme, e thella. E thella. Oligarkët pandehen si janë qata, që e menaxhojnë, që e drejtojnë shtetin ka me shku, edhe punojnë me instruksionet e oligarkëve. Tani, në qoftë se kthehom në kohë edhe analizojmë kush ka qeverisë me këtë vend, kush i ka pasur oligarkët. Oligarkët nuk krijohen brenda një periudhe kohore prej 10 muajsh. Ata janë atje. Oligarkët mund të krijohen brenda 10 muajsh, po impakti tyne është minimal, sepse duhet strukturë, duhet mu ka ministra, duhet mu ka zëvendës kryeministrat, kryeministri, e kështu me radhë. Domethënë mishti rajt thellë. Dhe kur thuhet që oligarkia ka kapë shtetin edhe ka marrë resurset më të rëndësishme, është pak kontradiktor për kohën të cilën këta nuk janë në pushtet. Në qoftë se këtyne ju ka shërby si shembull, me i pa dy parti maqedone, që është VMRO edhe SDSM-ja, që pas kanë bërë një marrëveshje që kush do të qoftë si deli pari
dhe me mungesë të pjesën e vota që si ka për t'i kriju 61, mja dhonë partia dytë, a u dash ka neve më na shërby si shembull, sepse edhe ne kemi ditë këtë fakt. Që në qovë se ti ke dali pari, nuk u dash ti pari me prish lojen, për me bo qitë akt, që tani ti mu marë si shembull, Edhe tash me të kthyer pikrisht ty. sepse BDI-a e ka prish shembullin. Në një kohë të caktume, nuk e di vitin sakt, por e ka prish E shembullin. ke sakt. Edhe, ideja është, pse neve po dash ka me marrë një shembull aktual, që shka ndodhë nga palet Macedone, dhe tash me thonë që, a peshe, këta sot meqëm, jenë ule, kanë diskutua dhe kanë bo një marrëveshje. Po pse ne se bom qatë marrëveshje, para prakisht edhe mu marrë na si shembull. Ama na se drejtojna kur për probleme gishtin? Por, ishte kontradiktuar kur thot që ne do të mbetemi si një pakic, si me thonë, marginalizume që atje edhe fare parën që... Edhe do i humbim. Por, kush e pruni pjesën shqiptare të jetë një pakic si marginalizume? Të kthehemi këtë në kohë, ato që e kemi thonë dhe që e ke potencu, që marrëveshjet gjentelmene janë, marrëveshjet gjentelmene ka thonë Besi Vesh Fadili është në WC, avdin, janë të prilë, Shomarani është gjentelmene sepse është nevojë fiziologjike. Po duhen letër. Tani për 10 muajt i del në televizionë dhe ja akuzon, është njëjtë sikur me pështy për pjetët dhe më tra ftyrës. Sepse ti nuk e ke trasu një rrugë të mirë. S'ja ka lehtësu vlenit me ligj që me hecë se paku punë të cilat i kanë tangu dhe kanë qenë pjesë e procesit kur ke qenë udhëheqje, si që është gjuha me kushtetut që i përmena atje balancusin për punësim. Jedona është e frikshme, Ademi për në thot shumë serios, jeni pa është e frikshme kur i gjithë potenciali i partive tona politike është që ja ofron votuesit një vend punën shtet. Këta nuk janë të e ditë sot se në mungesë të punëtorëve, se cili administratori bjen më mirë me dalë prej administratës edhe me hinë në kompani private. Mos pari e merë rrugën ma shumë, është pak ma i lirë, të na kompanit private, a ke pa të lejojnë me dalë me pi një kafe, një cigare, aty në administratë mytësh me letra. Edhe populli jam në Londër, për shembull, kryetari komunës sa turk. Kam plot shok edhe unë dhe jetoni kur kena bisedu, zgjedhjet kur mbahen atje nuk ndrohet shefi i policisë Londrës. Do të më të përmirësu se nuk është turk, është i huj. Se në Amsterdam është turk, i mund ka pështjellë. Okej. E kam fjallën që a pjesa e administratës jeton, dhe mund a i fletë për punësime. Bile e quatë Sadikan. Sadikan. Po. Edhe, po më ka pështjellë me të... S'ka rëndësi. S'ka rëndësi. Është rëndësishme me të regu që administratën nuk e prek asnjë parti politike. Ndrohet koncepti politik, ndrohet politika globale, ndoshta politikat e jashtme, politikat ndaj Rusisë, Ukrainës, ekonomia, po nuk e hek prej atje nalë det të roja se ta shirton. Këshore për shka gëzohëm? Që këshore na që shgëzohëm për një të asfalt, lëshuam. Apetim se jetën? Jo, unë e bujari du më thonë. Qa që konë pritja gjatë, se zakonisht e na në tradita tona, kur një qeft bashkëtor nuk ka për një periudhë kohore fëmi, edhe i falë zotin një fëmi, e ban një farahengi me dajre, me lodra, me sene, edhe kjo është një mungren një paralele, kam prit qatë gjatë për më ushtru një rrugë, sa që kur ushtru ajo rrugë... Dikush ka vendosë ka berit të pana. Berit të pana. Berit të pana të hina, vëllë, berit qito. Alo, kena zona për shemull që nuk ka ujtë pijes. Nuk ka rrugë. Shka i duhet ujtë pijes? Shka i duhet? Si duhet, vish lafi po bjenë. Po jo, a i duhet mu punësu në administratë. Edhe qka su pajtova me një gjo me ty, që the mu punësu në shtetë.
Problemi është që për më punësu në shtetë se na jena pak edhe shoshni Dembele. Jem pak, menojna që shkojmë rrim atje dhe pushojmë. duhet me pranu këtë fakt. Shkan, ato pak punën, pak sa të ma vetë, pak anej, pak nej, e të privati vëllohaj, duhet me punu pa del. Po do të me punu, po nështë të ti jep një 700 euro, 1000 euro, O, ma mira i merë, ma pak, po ma shlijet. Po shkon Gjermania. Shkan Gjermani, pak e kthejet, e rëpë bëndë anej, nej. Në ideja është që Punësuat qytetë shkon Gjermania. edhe e ka të sigurt. Po. Dhe më thonë që kja... Krejta ta ajo fjole jam fillim, kreditin ja japin malet. Malet edhe në është e dhojnë pa hipotekë. Kjo është. Veç me një sigurim prej 1000 euro jetësori, thot a je në državna rabota, da, evo ti uzmi. Po që, për gjithë shka na flasëm e diskutojmë, por që çmimet të na kanë fluturu si dalëndyshet. Popull, jetoni, po flasë për Kosovë, na nuk e përzgjodho materialin, sepse po dojna me full ma shumë për problemet këtu, e ka fotografu, e ka marrë një qërshie dhe e ka qitë në vogë dhe ju ka bo dikun 0.08 cent. Në mund që qmimi ka qenë i kilogramit 99 euro. 19 euro, i bjen adema i bjen 1000 dinar, afërsisht? 19 euro, 20 euro. 20 euro. 1150 dinar. 1150 dinar, por që, mos të harojna, edhe për audiencën kanë qenë aksion. Blerim, një konë zbritje. Ato para para 2 jave kanë qenë 24 euro 99 cent çmimi për kilogram të qershisë. Publik, ju që jeni arë tash edhe na i keni lëshu zanin në televizor, nuk ka të folë për dukat, as nuk ka të folë për kilogram të feronikë, as për argjend, as për hekur, as për bakër. Qërshia, ne jena gati në qërshor. Qërshi, dhe më në e ka një bërtham mrena. Ne i bërtham, e ka dhe zakonisht një gjithë shumë vesh këtë qika, ta vedin e përkaton pak mund drejtë. Edhe me bo, qatë qërshi me hongër me mos me pas kujdes të shtum, e thënë edhe dhame. Me bo, a e di që po paramendoj? 100 euro e 8 cent dhame. Po më paramendoj, e ke marrë një grush qërshia 24 euro, edhe tu desht me shtin, kjo të më shënë një, në ndrëllë edhe të binë, ti shkel kjerë. Ja, do më dhëmë me që dhe në gjakmori. Me që të thoi, jara, në s'kam i ke u qërshia. Dhe në gjakmori. 24 euro i kena vli. A mos haroni që tash po vinë qërshia tona, dhe ma nuk janë të importune, edhe pak dalje qërshia. Blerim, lëshuve materialin e shtrejtimit, ta shojnë pak publiku, se na kur folëm e mbështesim t'i konë që dhe kenjoni. E kam fjallën... Nuk i lojmë fjallë të havo. Lëshuve materialin shtrejtimi. Sa është 1 kilogram? Po ki 300 dinar, ki pjeshkën, në aktarina është 400 dinar. Pak është shtrenjt, çmimi, për momentin, ama sa ka dalë kjo. Kupton, për qatë edhe është ma shtrenjt, pa. Pjeshka dhe kajsit 400 dinar për kilogram, shalqiri 100 dinar për kilogram, qërshit vendore 400 dinar për kilogram, dredhëzat vendore 200 dinar për kilogram. Si pas blerësve, këto çmime nuk përballohen, ndërsa për pemet stinore si qërshit, kajsit e shalqin, as nuk pyesin se sa është çmimi, i blejnë vetëm atëherë kur ulen çmimet. Sa ishte çmimi i qërshive? Në e veta, më nuk kalza hala. Nuk kalza? Ja, hala nuk. Ja, tha 400 dinar. Valla, në alta pak. Shumë, Për kohën sa krizë, ku shkanë në alta. Po shtrejt janë aroti. Na dojmë lirë. Ne prashuva, Jogin. Si pas blerësve, qytetarët blejnë vetëm 5 apo 6 ditët e parat e muaj, kur edhe marrin pagat apo pensionet. Ka disa çmime janë më të larta, varet prej çmimeve nga i bjen. Çfarë janë? Që ka shku Cili është komenti qytetarëve, çfarë thonë për shkak? Me këngën... Po qytetarët kur i marrin pensionet vinë blejnë në pazarllëk, bajnë shumë mirë ka. parat i harxojnë shpejt edhe shtuken nuk vinë. Sa ditë zgjat shitja këtu? 6 ditë një javë. Pastaj nuk ka. Jo, pastaj nuk ka. Dreza po e jonë. Dreza jo. Dreza e shku Çmimi është 100 dinar. 100 dinar një. Pasmi tjera kumulla, pastaj pjeshka, Turkis, Greqis. Nuk ka tonat për momentin veç dreza. Qerë janë ketë importit, ketë Turkis, Greqis, për momentin s'ka kur gjatë tonat për veç e dreza. Si komentojnë Po normal se e kena lau dhe se kumena token. Krasim me
Me të Greqisë kjo është shumë ma e lirë edhe ma e mirë, edhe ma kvalitet. Për drezën tonë. Pjeshka është e mirë, se pjeshka e Greqisë, turkisht në realitet serës është e mirë. Deri sa dole e jona. Çfarë thonë qytetarët për çmimet? Pak është shtrenjtë, normal. Që pas përfundimit të masave të qeverisë për ngrirjen e çmimeve, qytetarët vazhdimisht ankohen për çmimet e produkteve jo vetëm në tregje, por edhe në marketet të ndryshme të vendit. Ky jetoni tha, kur e then dhamin, mund me kafshoha qërshine me pas bërë dhamin, atë çka ndodh jetën kur e then dhamin? Në qofë se te e thënë dhamin, po dhe në qofë se se ke thy dhamin, me mujtë më na i nëzirë blerime për mrapa, apo, dhe më thonë, shkon të korona dentin në Prishtinë, në Dardani, aty mund është me i regullu edhe qatë dhamin e thynë edhe në aja qikanismu të prishë. Për telat, për fëmijë, për mi drejtu dhamë, për gjitha, të korona dentin në Prishtinë, i mirë është, dore në zemre i mirë është. Po masi i ke regullu dhamët edhe ke ba busqeshin e mirë, banë me shku dërin të tovë të Emeli me blena i tepi. Emeli është kompania ma e madhe në rajon të tovës e me gjërë, me 600 loje të tepijave dhe me një prurje tash të rejtë të dizajneve të ri të tepijave që lepiten në për shkallë, sidomos ato shkallët edhe këto shtëpijat moderne, tash që i kanë shkallët, ja me kthesa, ja me kështu, shkoni të Emelin të tovë, e bleni të pihin, ata vini masin, i prejnë krejtë e krynë punën për ju, e bajnë eksportin, transportin, të hamë drejtë që eksportin, se a i thej ke pe eksportit i këna marrë qërshijat për Turqis. Po, metëm të qërshia. Të qërshia. E për dukjen tokën, kujdeset butik rina klasike, cila gjendën në të qendra Mavrovasja së zdo baj me dorë. A vështë që... Qanej. Ja, i mojta dorë. Qanej. Nuk e di pëse ju ka thonë për dhe qiknej. Ska lidhe, qanë më do këtë që qashtoha. Ne e bulizum bujarin, e bulizum qmimet, i bulizum, se tash ketë bulizimi, apo, po, të na uri në formë që kjo ma bet. Amo ngom, duhet e jena mëno me spjego. Për shemëll, nëse mund... Jenë do fjallë sezonale, Benaj. Jo, abo për shumë problem. Do ditu pas tek një laf e kam narracionin tim. Po, e në kam narracionin, nësë ma prish narracionin. Për ndryshën e gjuhën Shqipe, narracioni është tregim. Tregim. Shumë ma i mirë, për shemëll, është tregim. Tregimi. Amo për mu duk pak ma intelektual. Edhe me thonë njerëzit, ue. A, qako. E ka qpua. Po, se ka thonë, e kam narracionin. Jo, be vlo, folë, një të nalin. Se qërën, po më këthejet të ashtë traka. Ta këtheje në trakën? Bujari tha, disa parti politike dhe disa analist. Po disa opinionist. Opinionist, po qaja i bjena, pedin? Po, në studio televizive. Apo duket pak e njoshme kjo, kur nisim politika më u marrë me opinionet e njerëzve, edhe me opinionin tonë, dhe më në publik nuk e dhja u marrë me... Jo, nuk po thamone që mu ma ka drejtu ose ty. Ne kena punë për me dhonë një opinion për disa punë që i dim edhe i marim vesh dhe ta dokumentojna me video. Po dhe me video në ta që së matë lojën e futbollit. Po dhe të luat e uli, parem... A di qyshë, edhe një sen, sepse ma mirë është mi mbështet, to që apithojna me materiale, po e kemi të domës dëshme. Për shemull, gjithë shka që nuk është e natyrshme, Fadil, është që ka thonë plaka, diçka që s'ma mush synin, s'ma mush as... Ideja është që edhe vetë këta kërë bojnë atë PR-in për me bojnë një prezentim, si besojnë? Nuk besojnë në qato që vetë e bojnë. Se din që varajnë? Për shemë, unë kërë ullë në qitë karikë, unë e besoj edhe e du qitë venë edhe flasë. Edhe di shkej të bo? Në kodër të kapacitetet mija maksimale, i maksimalizoj. Edhe në 14, deri në 14, shkojnë atë menu që kja maksimumi. Okej, njerëz edhe mujnë me na gjyku, mujnë me thonë... Qata të bu, këtë në regullë, për ideja është që e bëj me pasjen, e bëj me dashuri. E kapa tëp, dyqysh e kap, si kur me konë bombë, sepse se bën, se i keshet në vedijen e tyne, a di qka është,
Ai për shembull, njërin e shishës që ti në fund me mujtë më në anëzirë, për t'i kishët. Jo, si kishët, a i dhe kje. Ati që ka thonë? Ati që ka thonë? Shka të vashë. Zori! Qka të vazori? Shumë po më dollë. E nguma ta ngrupit. Se ata ngrupi ka më rak në futbol. Po qysh na ngulli? Blerim, besoj që edhe ty të karë për shembull në ajo rasti. Jenime në një situatë, çdo çfarë jetoni më ka ndodhur për shembull, kom thënë që shë angraforën me ardh stopën. Edhe ai që kom e po emision. Edhe aty kom ju ke. Aty na kom ju ke. Se ne të godë jeni në janë do situata prime, i mirë ku jetoni. Thu, shka i bona vetit qerë këtu. Po tani Darja shkrejt, se krejt të menu me hime në i vërë, jo drejtër lëk, jo minister, jo kryetar komune. Me lët ke kesh, me lët. Po drejsa për shemë, sepse na, po me ne, ose generatat e cilin e kanë nxerë, ideja është që nuk i kishin format e trupit. Se janë të marrukën për atë Se fond. ti nuk mënesh me gjithë, për shembull, dres XXL. Se XXL ti si e për futboll, ma. Qëra, aty dresa për shembull për ati ekipit. Maksimumi është M. Jo, dresa, kështu me full drejt, i ka hije vetëm Visarganiut sa profesori edukatës fizike dhe është me fakultet. I ka hije dhe ma dresa dhe qysh sporte, ajo kjo, ne jena të minuta e 30 jeton, një deputet në parlamentin italian ka vendosë një ditë me në gjitë një asë edhe me shku si fantazm. Së ngëm, kanë do shtete që s'kanë punë dhe thujmë hajtë bojnë në ajsena, përdin, barem që të mundohet. Po, këshyrë me asët, hajtë këshyrë. Ka tonë të këshyrin me shti derin brëllë dorën magje, të lëshohe. Që e ta, të bonë? Shko me vlo, me banë punën e vetë. Që është këshyrë me loni, qa ka o me. Ama e ka po punën e vetë, që vjen sigurimi, i thët ja, ranë që të smunë. Ja, nuk banë që të. Nuk banë që të smunë, a vede për e me e kam tash. A vede, ja, ndilë që të jashtë. Kryetare parlamentit pëmën, apo? Ja, është kryeministra. Kryeministra është kjo, ishma është ka italiane. Meloni. Meloni nëzirë telefonin me fotografu, se i duke interesant. Një gru shumë e zonja. E zoja? Shumë. Se patëm edhe në një kryeministrët zoja, me qitë një kryeministrë pëmën njerë më bani shtetë. Të tove keni pas kryetarën të tove së të Jo, për këtë, ati fete ja jagën na kena pas. Të uta Arifi ju konë. A, be kryetare komunës, jo, be kryeministre. A, kryeministre? Edhe në Kosovë, edhe në Maqani. Dhe në kësmet se bohën në kësmet, po. Këto e tregum për faktin që me pa njerës që shkyrin merë që tu qatë cëpë rogë që e morën në fonditës. Se në privet nuk është që ka bojnë. Ja, se s'ka bon, po aji për shambull, nashtë i kanë punë të koqat kryne, aty i kanë një farë sistemi e funksionon. Në Italia nuk ka fort vend që i ka kushtet shumë mira në krasim me bashkimin evropian. Më thonë drejtën Italia për një vit kalendarik ka pas raste kur u shku një 6 herë në zgjedhje. Jo, s'ka lidhje, ata janë mazisena. Po, rombol shkojnë. Po, nga me kanë një për një gjak shqiptare më do. Po, me gjithate e kanë, shtetin e kanë stabil. Stabil, po. Sepse Maqedonia, Kosova, Shqipnia, Mali, Shqipnia, jo, pe hjeke se është... Ja, të me së prek se... Me së prek, se të dash... Që të vjetë në triori. A nuk e kena luksin me bo fiskultura shumë. Jo, ngom, i vishë po du me thonë diqka, dhe më dhënë populli dashur. Jo, ngom, po melon... Jo, është e rëndësishme jetën se kena diskutu shpeshën e ti, po s'kena arritë me plasu. Dëgjoni me vëmendje. Krejt ata, në për kafe, në për qajtore, në për atë vendet ku lujnë gurzi, që thojnë i din Amerika, tash në vinat atë mlajt, dine që na kanë lanë. Seriosisht e kam. Unë po e shoh politiken globale, nuk është të drejtu nëse na s'kena marrë vesh, s'pa marrë vesh. Për më të plotësu shpejt, që në Kosovë për shembull rasti i krijimit të institucioneve, përpara u ka një teori, hajtë që e din Amerikanë, da vëdin. E tash që kjo karta e din Amerikanë që ka djekë se cilës palë. Po jo, ama nuk po shkon më në tentimet për krijimin e qeverisë përfaqësuesi i ambasadës. Jo, po thëm që ma nuk e kanë qitë levë në dorë që me shku të palë atitër me thonë që unë erdha pe atjetë edhe ata më thanë që ti du të me bo ma shpejt se më zdrin ata, abdin. Akord, qaj si shpaskon. Qaj. Në shpore kanë pasë. Fore. Okej, derisa ne këtu merremi kush po dele, kush po hina a kalon.
dërheqje të ravarja, a e ka depunua, se ka depunua, a kanë mjë bashkan gjitë. Jeton, ma e menë se që pëthan publikisht. Ndo këtë këtë partia, ka me nejtë në qeveri, deri të shtunën, emisione ashtu gjiru të ejten, ka me nejtë në qeveri, kanë mena vishtë kryetarin me dalë. Edhe këta tjertë, one po menoj. Kjo, supozim? Supozim. Shkojna, shkam shefi Macron, shka pa diçka në tavolinë, shublerim, ata dhe se folin anglisht na e diskutojna. Shkam shefi qëto, Macron. Që të në tavolinë diçka të gota e bardh, publiki dashur diçka nuk kanë rregull. Unë nuk kam të drejtë me vendos shka është, po diçka e shtini Macron siklet, se që tash është ai momenti kur e merr fëp. Në fakt janë dy momente. Unë një e posh. Janë dy momente që janë shumë interesant, se edhe kancelari Mërz e merr lugën fillimisht, sepse e ka një lugë për cilën me vëmendje, edhe mbasnej, si pas media që kanë supozu, edhe na po supozojmë, që na nuk i kena asnjë fakt, përveç kësaj video, përveç videos, dhe instinkti i njeriut është kur ka diçka për të mshef, jo të përshtatshme të jemë shef në qatë mënyrë, por që nga burimet që i kemi, mas vizitës që e kam pas në të Volodymyr Zelenski, e që media thonë që është i varur nga substanca, dyshohet që ka pas diçka. Po thua dhe këta e kanë ngrej, kanë idolli. Kanë idolli, kështu për e pandehin media ndërkombëtare. Ne nuk kemi asë një fakt përveç kësaj që peshohet. Blerimi vat, lene atë muhabet dhe vat njeri ankon me grip, kur t'ja ka fut minilit me qyra, burt. Edhe kjo ka mundësi. Edhe e ka lënë atë në tavolinë, tani ka thonë, edhe kjo ka mundësi, me gjithë atë në kulturën perëndimore, e që ne në Ballkan nuk e kemi, ata ty hongër bok, i fshinë në që të jelojnë gajle se kanë. Te ne nuk ndodhë. Blerim që të ngraplam që shë kena na. A ke po që e bana? Një farë guri. E tash. Duke unisë për që ti fakti nuk po e shëtë të arsyeshme me mshevë për deri sa është pjesë e kulturës ty. Për deri sa Evropa merret me i fshirin dhe qyrave, e që që thash edhe ma heret pak në kanë lënë onash, mos janë ato forët, vjena i mallit ashtë në nëreq. Në Shqipëri ishte e njoftërum duket kjo gruja, nëse e nalë rrugës dhe e pytë për Ediramën, po të thejke me kamerë me krejt. Në shumë materialin blerim, ne do e këpusim se materialja i gjatë, ne do merë me veç me atë grunë, për shkak se dinamika e emisionit, po shkonën, kom thonë që kjo emision du të më bon shtatorë, po s'po më të gjënë jetoni. Në shumë tezja e rej gazetaren. Përshëndetje, a do të arrisi Rama pensionin? Për Ramën po flasin për mirë. Jo, mua më këtë janë. Vje njerë. Rama të rritur i ka pensionet. Ma jetë në ashtë ti maj samer. Ka informacion? Jo, të lutëm së është të ri. I ri, thët amika. Të lutëm së është të ri, është të ri. Sa e kemi blerë të lutëm. Që u dhe njerë dhe përtaj? Hikur ti. Të lutëm së është të ri. E lusin jetë. Shama mikrofonit që shumë. Sa kemi marrë, është të ri. Blerim. Se ne... Ideja është që kjo zonja është shumë e njohur atje, domethënë zakonisht ballafaqimi me gazetarë dhe kur provon dikush me angusht e Tiranën, kjo është e pa kompromis. Okej, në Shqipëri këto ditë kanë përfundu votimet, për me kuptu në qëfar gjendje jena na edhe si kombë, edhe si shtete, nuk për shajna, po pelshojna si bartën fletat e të vend votimeve në Shqipëri, nuk peshojna, as vetin, as shtetin. Në shumë, dërim shumë. I për sekretari bërës politike. Qytetit Fucit, votat transportohen me mosh, në disë varezave, pa respektish. Votat në shatin bërë. Ngom jetën. Për shemëll me procedurë, se kemi pas në atë materialin bartja votave të
kutive të votimit në Kumanova me kert policisë që s'kishte naftaje, KQZ-ja i la pa naftat. Kujtohet materiali në emisionet më heret. Momentin kur një përfaqësues i KQZ-s, edhe policia ti bartin dashur me Shqiponje. Është e vërtet. Nuk ka kur gjë jo legjitime, por që çka është edhe në këtë rast me duhet me thonë këtë llafin që e kom përmenë shumë sot kontradiktore, është që Edi Rama e ka proklamu gjatë gjithë fushatës edhe ka pas një pasaport që Shqipëria deri në 2030 në pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo pamje me ofertën të cilën e ka ofru në zgjedhjet e fundit të 11 muajit nuk korrespondoi bashkëmirë për shkakun që me mushk në Evropë nuk shkohet. Sidomos duke i bartur gjën më të shtrejt në ditën e votimit e ajo fleta votimit. Nuk ka që shtrejt se deni 100 euro shkan. Jo, thanë edhe me një thes mil. Jo, një thes mil. Sa është votat? 50, 4.000 zenor? 120, adem. Jo, po s'ka rrit. Tash, kur i kanë qu votat atje të vendi votimit blerim, shifni fqinjet tanë shqiptarë. Shifni fqinjet tanë shqiptarë si numrojnë votat në vend votim. Hajde blerim. Procesi i numrimit. Edhe pse t'jemi korrekt, zgjedhjet e 11 muajit në Shqipëri kanë shku si asë një herë në historinë e re të Shqipërisë më mirë se kësaj radhe. Incidentet ndodhin dhe ky incident si duket ka ndodhur sot. Unë menoj që mas gjitha asaj pune voluminoze, gjakrat nxehen, njerëz tensionohen, ka pas një kasafytje, por megjithatë kjo fotografi që ne e lëshuam normalisht që ne kapëm pjesë të cilat janë për të diskutuar, sepse ne duhet me diskutuar diçka, por megjithatë s'kemi pas skenat të tmerrshme, s'kemi pas vrasje që kemi mësuar me pas. Apo do në Shqipërisë mja dhon dorën, e vërtetë. Që ja japim dorën. E vërtetë është e urime vërtetë. për proces fair dhe demokratik, inshallah si keni vjedh votat. Për pjesën e vjedhjes, ne nuk kemi as fakte, as nuk dim, as nuk kemi fakte. Si proces. Kthema materiale nuk që i thash inshallah. Unë kesh të thonë, si proces ka shku mirë e marë. Ata një aty manipulime në shqiptari. Po në kom, na në vazhdën e këtyne rafjeve, këtyne proceseve, kena pas, kena për shembull që policia për shembull ushtron dhunë ndaj atina që arreston për shembull nëse ti s'don mu arrestue. Po që reziston. Që reziston, po këtyre policit të erre policin që s'prindimon me ato të arrestuar. Shrosë dhe kjo në Shqipëria. Ike t'i kapeve! Me gjitha dhe si kolegë që ja ka dhoni të shtyme pak se kanë e mirë dhe blokanë. Duhet në vëtroni këti popullit. Duhet me andru trunin, po ku me Ne gjithë kemi tru ma kryetarin, mirë. e kena kryetarin e botës që po zë botët me krejt, e kena gjetë një material besoj që e dini me papën tani të ndjerë. Jallë sheke dorën, se krejt, jallë sheke dorën e zebat këtë që. E tash jeton, për i me kam se me inteligencë artificiale, me këto... Ja veç në kohën, sepse kjo video... S'ka pas shumë inteligencë. Jo, s'ka pas, po kjo video që neve në ka ronë sy tani, e që e kemi pa dhe ma heret, kjo ka qenë në mandatën e parë të Trumpit. S'ka lidhi kur a qenë? Jo, ka pas inteligencë. S'ka pas inteligencë artificiale, se bëhet fjallë e dikon të 4 vjetë mandat, tani ka ardhë presidentit demokrat. Ja, hini, kjo tash në minutën e 50 me spjegu këtë historinë e Amerikës. Jo, po më interesën veç për... Unë e veç deshta me thonë qëfar kryetarit botës kena që dhe popës... Për korektësi, dashta me ditë vite që s'ka pas inteligencë artificiale. A e ke pa, kryetari i Amerikës ka një gjendje interesant, për shembull, që thot, a ka nisë luftën Pakistani apo? Pinestër nuk ekziston hartë. A bëtin, edhe tu dalë prej pres konferencës, ja banë gazetarit lajmi mirë, ka më bëjë interesant. është dhe e banë, lajmi mirë, ka më bëjë, kjo shka thasha, forte kom thonë. Breaking news është, Allah është breaking news. E na, ku jena të breaking newsi, edhe të njerëzit përparimtare që s'menojnë me hi në kredit, edhe me hi në punë shtetit që dha jetoni me pushu, me shku në Gjermani, me s'me kanë vend punës,
Ka njerëz që menojnë për shembull teknologji, qysh mja hek pemës, fletët, berim, hala para në tokë. Domthon, para se me ka vjeshta. Po. Këshër, lëshu. Hajde të shohim. Lëshu. Para se me ka vjeshta, vjen kamioni. Unë nuk bën me qëllush atë. 45, a? Edhe shto pak men që i kom një pen. Okej. Shkojna jeton mos harani, domthon veturat elektrike nuk ban mi mosh benzin. Kjo pjo ndodh në përbot, po shkojnë. A shkojnë mos e kallza? Ja, po shkojna me marketing tani kthejmë me kallza. Ja, po shkojna me këto, edhe do e lana veshja e para dhe fundit në pjesën e dytë. Shkojmë blerim me Teslën që shka desht me mosh benzin. Ajo gruja në Kanadë, që i ka dalë për mas. Kur jemi të benzini, neve na duhet pak marketingu, me na dha pak fuqi, shkojna me pjesën e marketingut edhe kthehemi ta mbyllim emisionin se pasha zotin që po shkojnë qëto minuta. Qatë punë e kanë ato? Po minuta po ecin. Marketing. Publik i dashur jetoni këtë të e lexuar lajmin që nisëm fillim me shëhretja e reja. Jo, ajo mirë. Okej, mirë. Ne jeton pi reklamojmë këto edhe do e mbyllim me materialin veshja fundit. Do ma pi reklamojmë rrjetet tona sociale. Do më thonë, mos harroni publik i dashur, shkoni në alsat.mk për t'i lexuar të gjitha lajmet në web, në alsat.mk në Facebook për t'i gjetë të gjitha videot dhe lajmet që janë të postuar aty, kurse emisionin tonë dhe të gjitha emisionet me video i keni në kanalin e YouTube-s Televizioni Alsat M, ku për brenda është lista dhe playlista e emisionit Breaking News. Emisioni jonë nuk ka kanal në YouTube sepse në analizën e fundit që e bëna po bajnë njerëzit search në YouTube për ta gjetur në Breaking News. Kur e shkruanin Breaking News ju dalin lajmet amerikane, angleze, anegneze dhe Yahoo. Shkoni Televizioni Alsat.mk dhe në kanal brenda e vani subscribe dhe i keni këtë emisionet. Jeton, qysh e kështë mbyll këtë emision? Shëndet dhe ne ju duam fart. Shihemi. Ama në këtë botë këna ardhë qështu, lësho blerim materialin? Po lidhet me shëndet. Pa mire tha, ne kemi ardhë me veshjen e parë. Edhe pravërsisht me njëtën veshje do të kthehemi kajna ardhë. Blerim le qështu materialin edhe lësho shpicën se dhe na po shkojmë. Shihemi.